Joz Marguti është rikthyer faqja e tij zyrtare në Instagram ditën e djeshme. Faqja kjo e cila sipas aludimeve në rrjet ju mbyll nga ndjekësit e gjestit si shkak e incidentit që ndodhi në shtëpinë e famshme të shtunën që kaloi. Jozi vazhdon të jetë emri më i kërkuar në rrjet dhe në mediat roz. Na duhet të presim finalet e sotme për të parë nëse Jozi do të jetë në spektakël, por gjasat janë të pakta. Por një detaj i ka lënë fansat me gojë hapur. Jozi ka postuar dhe një foto ku shihet një vajzë misterioze e shoqëruar me një emoji me zemër të kuqe duke ngjallur shumë dyshime. Ky mund të merret edhe si një mesazh për Loredanën, e cila ka lënë të nuk kuptohet se mund të ketë një ribashkim me të. Fansat kanë menduar se kjo është Loredana, por na mbetet vetëm të presim. Nga ana tjetër, Jozi ka marrë guximin ta vizitojë Kosovën, teksa së fundmi ka postuar një foto nga prekazi me plis në kokë në prag të finales së madhe. Kjo vetëm sa e ka acaruar më shumë fansat e gjestit.